I bafsh 100 vjet i bafsh. E keni qëtë urim që ja bojnë njerëzve i bafsh 100 vjet. E kanë vetë Rasulin a.s. i ka thonë, cilë është njeri maj mirë? Ka thonë Muhamedi a.s. Ai që ka jetën e gjatë edhe veprat e mira. Bashk. Jetën e gjatë edhe veprat e mira. Bashk me ta. Tëni kanë vetë, ka thonë, e cili është njeri ma shërë? Ka thonë, ai që ka jetën e gjatë e veprat e këqija. Do me thonë, me bati lutje, me thonë, veç ti dhaftë Allah 100 vjet, është sikur kur i thu, s'ka po me baki tha, s'po du me prushamëj, mos e thuj kështu. Po du me tha, thuj, Allah dhasht jetë gjatë e punë të mira. Jetë gjatë e punë të mira, bashk. Jo vetën. Vetën në të krymë punë. Vetën ndodhë që jetë e gjatë, veprat e këqija, është mos vetë për ty. Kështu që nëse dënë për një meja dhe në mirën, thuj, Allah dhasht jetë gjatë e veprat mira. Jetë gjatë e veprat mira. Kjo është hajri krejt. Ama Allah dhasht jetë gjatë, nuk është e mirë, nuk është e hajrit kjo. Kjo është, nëse mund është mas pak të që ka mund e me thonë, mund është me thonë, është gjysa. Ama gjysa tjetër shumë e rrezikshme. Se gjysa tjetër nuk ka edhe kënina. Ose ka me i pas veprat e mira, ose ka me i pas veprat e këqija. Tash, me dojnë zemër. Sa për njerëzve i njehtë që i kanë jetën e gjatë e veprat e mira? Sa për ty një njehtë? Do me thonë, shanca që mi pas veprat e këqija është shumë me madhe se sa mi pas veprat e mira. Kështu që kjo dyta është shumë me rëndësi me lutë, dhash Allahu veprat mira e jetë gjatë. Ose dhash Allah jetë gjatë e veprat mira, ama veç si shambull për me kuptu. Kështu që mos e pa kështu, thuj bashk, dhash Allah jetë gjatë e veprat mira. E lusëm Allah në azugjel, më në dhanë Allahu azugjel, jetë gjatë veprat mira. E prej duave, përsosërat Rasulit a.s. është më në dhanë Allahu jetë, sa jetë është hajrë për neve. E më në ba me vdek, kur vdekja është ma hajrë për neve. Kështu që, banja kështu, thuj, Allah dhasht jetë gjatë e veprat mira. Ose thuj, Allah dhasht jetë sa jetë është hajrë për ty. Allahu azugjel në mënsof me kanë për muslimanët mirë.